Jam tu tek studio në kuven e Akrolis TV, pas një emisioni që realizuam dhe du të them diçka rrënjësore që lidhet me komunikimet mediatike, sidomos në kohën e fushatave elektorale. Gjithmonë është i nevojshëm komunikimi me publikun. Po në fushatet elektorale normal që është shumë më i nevojshëm, sepse është momenti kur njerëzit zgjedhin për platformat, zgjedhin për njerëzit, zgjedhin për formacionet politike, për ata që do i përfaqësojnë në parlament, në këshillat bashkiake e me radhë, zgjedhin për ata që do drejtojnë. Por unë du të them diçka, se shoh diçka jo normale. Kam drejtuar emisione televizive në rajonin e Lezhës edhe Mirdit. Kam drejtuar që para 20 sa vitesh. Dhe ka patur shumë më tepër transparencë. Ka patur shumë më tepër afrim me mjetet e komunikimit. Normal që tani mjetet e komunikimit janë zgjeruar në fashën ku nuk kemi thjesht me reporterin tradicional të dikurshëm. Pra, që në kohët e hershme, që në kohët e krijimit publicistikës të mediave me radhë, që me Pulitzer, Hemingway, Bimke Mimo Candito, Ana Falaci e tjerë, pra po të marrim edhe sot gazetarët më të famshëm që ka gjithandej, por nuk janë rrjetet sociale, thjesht rrjetet sociale, që kryejnë PR-e, ngaherë PR-e cilët janë shpeshherë me një falsitet të dukshëm, ku përgjithsisht është makjazhi dhe nuk është thelbi i asaj. Në fushatat elektorale pritet thelbi, dhe këtë thelbin njerëzit nuk e marrin thjesht nga një formacion politik që bën takimet e ndryshme. Pra kur flasim për drejtarët e komunikimit, në këtë rast, Akrolis TV, përmes platformës që ka, përmes YouTube-it dhe rrjetet e tjera sociale, u jep një mundësi të gjithë formacioneve politike që të jenë drejt për drejt me njerëzit me programet e tyre. Unë e kam bërë dhe një herë tjetër ftesën, sidomos për 2 formacionet e mëdha politike këtu në Lezhë, për drejtuesit politikë, dhe du ta bëj edhe një herë, edhe për zotin Gjekmarkaj, edhe për zotin Manje, dhe për skuadrat e tyre, që ne kemi edhe 10 ditë për të afruar tek zgjedhjet, që njerëzit të votojnë. Dhe do mendojmë për javën tjetër që të 2 emisionet t'i kemi përballë njëri tjetrit, t'i kemi skuadrat e tyre përballë njëri tjetrit, dhe të flasin me publikun. Është krejt ndryshe me fol në një studio televizive dhe me një gazetar antikonformist, unë bëj pjesë nga ata që nuk jam konformist, por mundohem me qenë sa më racional, sa më objektiv.